është 57% për rreth 60. Që pra në qelit tona, 60% e qelive tona të burgje janë të okupuar nga njerëz të padënuar. Nga 10 veta që janë në burg, 6 janë të padënuar. Janë duke prit t'i bëhet gjyqi. Dhe qa vepra janë këto? Për ashtu këtyre vipave që i dim. Se gjithë fokusi shkon aty, shkon ke spaku, po qytetari i zakonshëm ndalohet sepse ka konsumuar alkool në timon. Tani, personi është ndaluar, patenta i është marrë. Nuk ka shkel njeri, pra nuk ka bërë... Thjesht, pra, ka shkelur ligjin. Po nuk ka shkel në kuptimin, nuk ka pasoja njerës. Nuk ka shkaktuar aksident, e ka ndaluar policia në kontrol. E ka kontroluar, alkoolin e ka mbi nivelin e lejuar, i merret patenta, i sekuestrohet makina, çfarë rrezikshmërie ka ky person? Pse do të mahet në burg ky pa mbaru gjyqi? Jo, e zemë është periudha e ndalimit 40 orësh, po gjykata normalisht më pas duhet ta linte në shumë raste lihen në burg. Pse lihen në burg? Po, atëherë arsyet mund të jenë nga më të ndryshmet. Mund të jenë një kulturë represive e prokurorëve dhe gjyqtarëve, sepse ata lihen me një vendim paraprak të gjykatës aty, po propozohen nga prokurorët, një element represiv, pra një mentalitet që agresiv i prokurorisë tonë, që është i mbartur dhe nga drejtësia që kemi pas dhe para 90-s. Po ne bëm drejtësinë e re. Po është e njëjta shoqëri, nuk ndryshon për natës. Kjo mund të jetë një pjesë. Një pjesë mund të jetë se është më lehtë. Pra ke më kollaj për të mbledhur provat momenti që personi ke në burg. Kjo mund të rrisë incentiva për korrupsion, sepse ai që është në burg, edhe pse s'është i fajshëm, prap do të dali sa më shpejt nga aty dhe incentiva për të korruptuar aty është më e lartë. Unë nuk e di pse ndodh. Ajo që di është që kjo shkelje... Jo, nuk e dini pse ndodh, po perceptimi është që ka një korporat, prokurorë gjykatës që luajnë me këtë gjë. Kjo shkel të drejtat themelore të njeriut. Ju keni konstatuar një gjë të tillë? Kjo shkel të drejtat themelore të njeriut, kjo sill mbi ngarkesë mbi burgje. Ne kemi sot burgje të mbi ngarkuara. Kemi burgje të cilat aty persona që kanë probleme të shëndetit mendor që mbahen në burg, persona të moshuar që mbahen në paraburgim, persona me aftësi të kufizuara që mbahen në paraburgim. Pra, ka një qasje shumë represive ndaj personave që akuzohen se kanë kryer vepra penale, nga më të lehtat deri tek më të rëndat. Dhe këtu padyshim që do duhet një ndërhyrje. Këshilli i Evropës edhe në një takim që organizua para 2 muajsh, propozimi i tyre është që të paktën duhet të ketë një limit. Pra, do duhet të ketë një limit ligjor për çështjet e caktuara penale, ku dënimi është deri 2 ose 3 vite burg, nuk mund të mbahet person në paraburgim ndërkohë që bëhet gjyqi. Sepse kjo e përmbys pasaj premisën. Premisa, kur unë kam qenë student drejtësie, një nga gjërat e para që kam mësuar, dhe atë pastaj edhe si pedagog që i kam thënë studentëve, është çdo njeri është i pafajshëm derisa provohet pafajësia. Këtu është e kundërta. Pra, të gjithë janë të fajshëm derisa provohet pafajësia. Dhe pastaj kur në 100 lirohet deli pafajshëm, s'bën as fare lajm, pse ndërkohë dënimi publik është dhënë. Ajo është pjesa e parë, që aty pastaj këtu është roli i medias. Për shembull, mediat britanike, edhe kur dikush kapet në flagrancë duke vrarë dikë, thuhet i dyshuar, i akuzuar, nuk thuhet kriminali. Kjo është pastaj pjesa e medias. Medias franceze po ashtu. Po ne kemi kulturën italiane dhe greke. I ka humbur një pjesë e jetës personi që është futur në burg. Personi që është futur në burg mund të jetë i adoleshent. Ka hyrë aty si një shkelës i ligjit dhe del si kriminal, sepse aty brenda për shkak të traumave, për shkak të lidhjeve që krijon aty brenda. Për fat keq edhe për fat që burgjet nuk janë institucione riedukimi. Në vend që ne ta riedukojmë atë se ka bërë një gabim, ne e trajnojmë atë për botën e krimit. Kështu që ka dhe një problematik tjetër. Statistikisht ne harxojmë 10.000 euro në vit për një të burgosur dhe harxojmë 3.000 euro për një student. Pra harxojmë më shumë për ta mbajtur në burg një të ri se sa harxojmë për ta shkolluar. Kështu që paraburgimi do duhet jetë përjashtim. Pra do duhet mbahet në burg gjatë kohës së gjyqit. Po ju çfarë propozoni për këtë? Kemi bërë disa propozime. Para ishte kjo që po diskutonin, pra që për vepra penale të cilat dënueshmëria është e ulët, rrezikshmëria është e ulët shoqërore, në asnjë rreth ata nuk duhet mbahen në paraburgim. E dyta, masa alternative. Për shembull, janë këto bizylygje që vendosen tek këmbë me GPS. Janë bërë edhe disa tendera për ato bizylygjet nga 2017 deri këtej. Veje bizylygun tjetërit, edhe ati që ti mendon që rrezikon të aratisët, veje bizylygun, caktoja teritorin ku duhet të lëvizi, dhe letrin në shtëpi. Dhe është e monitoruar. Në shumë raste, personi nuk ka arsye, për shumë raste në persona që të ndaluar sepse kanë konsumuar alkool,
nuk ka as arsye të arratiset, sepse do duhet lë këtu shtëpinë, familjen, investimin për një vepër penale që nëse arratiset bëhet shumë e rëndë, se ç'është dënimi që mund të marri për drejtimin nën intoksikim. Pra ka disa ndërhyrje që aty mund të bëhen. Në fakt, një nga arsyet pse jepen pak rastet se mund të jepet për shumë arrest në shtëpi. Një nga arsyet pse nuk jepet është e kushtueshme. Pra do duhet që policia ta monitorojë. Po mund të jetë detyrim paraqitje. Pra edhe kështu siç është kodi i procedurës penale i parashikon këto mundësi. Duhet të ndryshoj qasja e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Tani, ne fokusohemi shumë për shkak se në thojza këta të pandeurit VIP kanë akses mediatik edhe nëse janë brapa qelive. Ata janë vetëm 5%. Po, pikërisht pra, të doja të ne fokusohemi tek ai 3% i hecpakut dhe 5% i numrit total të këtyre temin në thojza temit të pandeurve VIP. Po ndërkohë një pjesë shumë e madhe hetohen nga prokurit e zakonshme. Dhe kam përshtypjen që për njerëzit e tjerë problemi më i madh që ndonë pikërisht te kjo prokurori apo. Tash persona sepse për shembull dehja apo persona që dalimi i kushtet e dejes besoj që është një vepër që hetohet nga prokuroria e zakonshme. Po hetohet nga prokuroria e zakonshme. Lidhja e parregullt të energjisë elektrike hetohet nga prokuroria e zakonshme. Tani mbahen prindër, nëna, baballar, mbahen në paraburgim se ka lidhur energjinë elektrike në mënyrë pa rregull. Tani kjo nuk është një vepër penale që përbën një rrezikshmëri kaq të madhe sa ne na duhet të angazhojmë gjithë institucionet shtetërore për të garantuar që personi qëndron në paraburgim derisa ti mbaroj gjyqi. Ai është një person që mund ta ndjek gjyqin në gjendje të lirë. Pra ka një mjafton të shohësh që kemi numrin më të lartë paraburgimeve nga gjithë Evropa, tregon që këtu ka një problem. Këtu ka një problem. Megjithatë tash unë këto të themi këto rastet në thojza VIP të këtyre që janë më tepër tentoj të përdor pasi le të themi ata duke pasur aksesin nxjerrin një problem që është ndoshta edhe i tyri, por është e sigurt që është dhe të tjerëve. Dhe për shembull edhe tek rasti i zotit Meta, ti aty shikon që qytetari Ilir Meta është i shpërfituar nga paraburgimi. Tani ne të gjithë mund të kemi ngarkesa tona për personin fjalë, pasi kemi perceptimet tona për to etj. Disa prej tyre janë fatkeqësisht dhe të vërteta, por për te pozicioneve publike që kanë mbajtur ai person, kur ti shikon shpërfiturimin e atij personi, mendo çfarë ndodhi personi tjetër normal, Endri. Pra, mendo një person që thatë ju që është kapur duke vjedh dritat, le ta themi trosh, apo një person tjetër që është kapur me pak nivel alkooli. Dhe sot ai është në burg, kur kjo i ndodhi Ilir Metës. Mendo çfarë i ndodh një personi të zakonshëm. Dhe kjo është e rëndë, thoja unë. Për një vend që do të futet në BE nesër, një nga problematikat që ne kemi dhe që po adresojmë edhe si objektiv kryesor i avokatit popullit për 2026-ën, janë personat me aftësi të kufizuar në burgje. Ne kemi në burgje personat të verbër që nuk ka një njeri që t'i shoqërojë në burg. Dhe janë të ndaluar. Po si mund? Ai është në paraburgim, pra është në burg, ndërkohë që pret gjyqi, ndërkohë është i verbër. Dhe unë kam i bindjen time që besoj duhet ta ndajmë bashkë, edhe nëse është i dënuar ky person. Pra nëse dënohet, a mund ta ushtroj ky burgun? Tani kjo është tjetër çështje, se aty kemi edhe rastin e personave me probleme të shëndetit mendor, që në fakt duhen mbajtur në institucione. Patjetër, po flasim për burg, flasim për institucione të tjera, nuk flasim për burg. Po edhe në ato raste aty problematika është shumë e lartë. Domethënë kemi u mbyll një burg edhe për shkak të ishte qendër për trajtimin e personave me probleme të shëndetit mendor, edhe për shkak të rekomandimeve të avokatit popullit që ka qenë në Zari. Është një tjetër tani në Lezhë, që prap nuk përmbush as kushtet më minimale, është një nga problematikat kryesore që ngre Këshilli i Evropës. Ne kemi një mekanizëm për parandalimin e torturës që është pjesë integruar e avokatit popullit. Pra, kushtet janë shumë të vështira dhe ne duam që për shembull të paktën personat me aftësi të kufizuara që janë në burgje, t'ju garantohet një shoqërus sepse ata vërtet kanë shkel ligjin, vërtet do të vuajnë dënimin që ka vendosur gjykata, por njëkohësisht ata nuk duhet trajtohen në mënyrë me dinjitet. Atyre do duhet i dhënë akses në shërbimet bazë, pra se ne nuk kemi dënuar me vdekje. Si me Konde Berozhës në fund fare. Ata kanë bërë një vepër penale, kanë bërë një faj, është marrë një dënim, por qëllimi këtu nuk duhet të jetë ndëshkimi, qëllimi duhet të jetë rehabilitimi. Dhe ai lloj trajtimi ata persona e bësh shumë vështirë që të rehabilitohen kur dalin nga burgu. Endri, shpeshherë me avokat biletet ditë e fundit ka lindur gjithmonë kjo ideja
unë personalisht nuk kam qenë dakord që jo të krijohen